Na jemi tash shtet që sa vite, nuk jemi më në gjendje lufte, nuk jemi para krimit të shtetit, ne kemi shtet, kemi institucionet e sigurisë. Është jo serioze me ju kërku vajzave dhe djemve tonë me ardhë më shërby në ushtri, me ardhë më shërby në polici, në AKI, në njësinë e zjarë fiksave, dhe mos me konë në gjendje me asiguru jetën edhe shëndetin. Ne dim që kemi pas shumë e shumë lëndime. Lëndimi i fundit ishte një polic në Peqë që humbi komën gjatë kohës sa shërbente në detyrë. Dhe të gjithë ata që kanë humbi jetën në detyrë, të gjithë ata që jenë lëndu në detyrë në Kosovë duke i shërbyer vendit, ballafaqohen në mënyrë vetanake. Kjo nuk është serioze. Kemi parasysh shumë policë në Kosovë, edhe hezitojnë me dojnë penzion, para koshën për shkak probleme shëndetësore që ka policë që kanë smundje të rënda shëndetësore, që për shkak të pensionit të ulët ata vendosin me qëndru hala aktiv në polici. As nuk kanë penzion si duhet, as nuk kanë sigurim shëndetësor, e as nuk kanë sigurim jetësor. Prandaj, kur flasim për siguri kombëtare dhe mbrojtje, duhet flasim me fakte, sepse nëse një sektor e prek secilin prej neve, e prek sigurinë e familjeve tona, i prek fëmijët tonë, është sektori i sigurisë e mbrojtjes. Edhe ushtarët, edhe policët, edhe zjarfiks, edhe ata që i grojnë ambulancat për më shpëtu jetë, në baza ditore duke rreziku jetën e tyre, gjithë janë duke punu që na me qenë më të sigurt. Kështu që unë, pikën vështrimit tim edhe si profesionist, si dikush që është në politikë, sektori i sigurisë e mbrojtjes e shoh si sektor të shejt, si sektor që ku të gjithë duhet me ndu njësoj për ta, sepse është sektori i vetëm i cili punon që na me flejtë të qetë natën, që familjet tona me qenë të sigurta, që fëmijët tonë me qenë të sigurt, në shtëpi, në shkollë, në punë, në ushtri nëse vendosin me shku, në polici, profesion të zjarfiksve apo kudo që vendosin. Ata që betohen me i shërby vendit tonë edhe nëse ju kushton me jetë, duhet shteti me i mbrojt. Duhet minimumi që ka mujtë me bo është me ju ofru sigurim shëndetësor dhe jetësor, dhe kjo është pjesë e programit tonë për siguri dhe mbrojtje.